Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian shkaktoi debate në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme. Opozita akuzoi qeverinë për shkelje të rregullores së kuvendit, pasi sipas saj nuk ka raportuar çdo fillim viti për ecurinë e vendit tonë në këtë proces. Janë shkelur gjitha afatet për të raportuar dhe për të kaluar raportin edhe në seancë plenare. Për të mos ja u lënë vendin spekulimeve të ndryshme, unë kërkoj që Ministri i Jashtëm dhe krye negociatorja të vinë të raportojnë pranë këtij komisioni sa më parë, ju lutem, në lidhje me diskutimin e EIBAR-it. Përgjigjen e dha zëvendës kryetaria e Parlamentit Klodiana Spahiu, e cila mohoi akuzat se procesi i integrimit po çalon. Ose ka diçka deklarative dhe të vërtetë që ky proces që nga ndërprerë dhe nuk është në dinamikën e tij, atëherë na e thon kolegët e opozitës, sepse informacioni që ne kemi, të paktën deri tani, është që po punohet intensivisht, pyetjet që ata bëjnë dhe përgjigjet që po marrin, dhe ne po presim që të dalin këto konkluzionet. Megjithatë, kryetari i Komisionit të Jashtëm Igli Hasani theksoi se ministrat përgjegjës duhet të raportojnë sa më parë në kuvend. Për raportin vjetor i kam kërkuar dje në konferencën e kryetarëve, të gjithë kolegëve që ky raport të bëhet sa më shpejt, të vijë në komision, kalojnë seancë sipas përcaktimeve si rregullore ashtu dhe në ligj, edhe duhet të jemi të qartë që gjëra të tilla nuk mund të harrohen. Dhe për sa i përket kërkesës tuaj për të sjellë në këtë komision ministri i jashtëm, krye negociatoren për të diskutuar për çështjen e integrimit evropian, menjëherë kërkesa juaj që do të jetë kërkesa e këtij komisioni. Në komision këtë të mërkur, u dëgjuan dhe kandidaturat për ambasador të Shqipërisë në BE dhe në Bruksel, ku Albana Daullari dhe Gazmen Barbullushi morën dhe miratimin e opozitës.